Me 3 nëntor, Hunyadi me shpejtësi grumbullon 10.000 vetë, ndërsa u bllokon rrugën osmanëve, të cilët rreshtohen për betejë. Qazim Pasha drejtonte 20.000 vetë. Nga përvoja më parshme e Hunyadit, Pashai heziton. Por diferenca në numra i jep vetbesim. Kalorësia e rëndë hungareze vërshon mbi trupat osmane. Përplasja dërmon radhët e para. Qazim Pasha aktivizon rezervat tek përpiqet të stabilizojë linjën.